Muaj i shejtë i Ramazanit, muaj i agjerimit, i lutjes dhe sakrificës përfundoi. Mëngjesi së dielës, besimtarët musliman i gjetën në xhami duke falur Fitr Bajramin. Mira musliman në të gjithë vendin ju drejtuan xhamive për të marrë pjesë në lutjet dhe faljen e namazit të Fitr Bajramit. Besimtarë të shumtë mlodhen së bashku në të gjitha xhamit në kryeqytet, por edhe në qytete dhe fshatra të tjera të vendit për të falur namazin e Fitr Bajramit, një nga festat më të mëdha të fesë islame. Manifestimi qendror u mbajt në xhaminë e Mustafa Pashës në Shkup. Gjatë ceremonisë u kënduan Kur'an dhe ilahi në disa gjuhë, ndërsa hutbën tradicionale udhëhoqi kreu i BFI-së Shashir Fetahi. Fetahi në një pronësim pas namazit tha se sot është një gëzim i madh për të gjithë besimtarët musliman. Pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, nisën urimet mes besimtarëve, paqe, shëndet e begati ishin urimet që shqiptoheshin më së shumti. Kjo festë pason muajin e Ramazanit, i cili filloi më 1 mars dhe u përmbyll më 29 mars. Traditë e festës së Fitr Bajramit janë vizitat nëpër familje të gjerë mes të afërmëve dhe miqve.